Dosja hetimore mbi aratisjen e Altin Docit nga burgu i Durrësit tregon një model transportimesh të shpeshta drejt spitalit të qytetit. Nga viti 2020 deri në vitin 2024, Doci është dërguar 4 herë në spital, ndërsa vetëm nga tetori 2025 deri në momentin e aratisjes me 13 janar 2026, ai është transportuar 5 herë. 3 transportimet e fundit në 26 nëntor, 18 dhjetor 2025 dhe 13 janar 2026 janë realizuar në përgjegjësinë e drejtorit të burgut Indrit Sërloj, ndërsa 2 të parët kanë qenë në ngarkem të Erviz Dedej dhe Edmond Llabani. Hetimet kanë nxjerrë në pa ndërveprime të dyshimta mes kryeinfermerit Aulon Çuku dhe drejtorit Sërloj, si dhe veprime të neglizhencës nga drejtues të tjerë të burgut. Prokuroria dhe Shërbimi i Kontrollit të Brendshëm të Burgjeve dyshojnë se transportimet e shpeshta mund të jenë shfrytzuar nga Ndoci për takime me persona të tjerë, gjatë të cilave ai ka planifikuar dhe më pas realizimin e aratisjes së tij. Hetimet vijojnë për të përcaktuar përgjegjësinë e të gjithë zyrtarëve të përfshirë.